Selam aleikum, familja e burrit asnjëherë nuk kanë marrë obligim ndaj meje si nuse. Unë jam distancu, a jam gabim. Aleikum selam, rahmatullah. Në momentin që ti je distancu, atër veç i ke bind ata dhe ma shumë se nuk je nuse e mirë, atë lejohet mu distancu. Me raste, ndoshta të lejohet, por kështu mënyrë të shpejt, të pa analizuar mirë, nuk do të kisha këshillu këtë veprim. E din rregullin që thot ti për vete, ata për vete. Ata tregojnë kulturën, edukatën, besimin, sinqeritetin. E vetë, ti e tregon të tëndën. Nëse ti sillesh me ta në njëjtën mënyrë, atër kjo e me kuptu se edhe ti si e ma mirë se ata. Unë e kuptoj se ndoshta të kanë plasë. Por besimtari është ai që kur jepet mundësia mu hakmar, falë. A me falë gjithmonë ju. Ka raste kur ma mirë është mos me falë. Kur? Atër kur e din që mos falja i nalë ata, i të stabilizon. Edhe të runë Allah, ose ajo falje banë, ajo mos falje banë sebeb që ata me majtë një distancë mu tullë prej teje. Por nëse nga distancimi yt nuk ka kërkush dobi, përkundrazi i irriton ata ma shumë. Edhe ty të armitson ma tepër. Do të kisha thënë që me pas kujdes mos me marrë vendimet të tilla me njëherë. Jam pro asaj që me gjaftësi, me analizu situatat, edhe me këqyr cili veprim ty të sjell dobi në dunja dhe në ahiret. Gjithmonë këqyre dobin tane. Nëse mendon që duke i falë ata, edhe duke mos u distancu, ti fiton në dunja dhe në ahiret, e mu është gjepin me sevape, bane këtë pojquj, këtë veprim, këtë politik, se te ke fundit veç të ti kthejet dobija. Prandaj, me mendu me arsye e jo me emocione do t'ishte ma mirë.